parasysh kur të merr e keqja dhe të ka sundu e keqja edhe nuk ndjen kënaqësi, nuk ndjen mirësi në shpirt edhe në zemër edhe në krahëror. Se pashallahu nuk ka ëmbëlsi, mëkati edhe gjunafi, vetëm punë minuti është. E pastaj ta nxin zemrën, ta nxin jetën, problemet, sikletet, gjitha të vinë njëra mbas tjetrës, të ndjekin njëra mbas tjetrës. E derisa të vesh shejtani përfund, hajde do edhe pislik tjetër që dalin prej kësaj, pastaj ta lesh, pastaj të vazhdosh jetën normal. E pislikun nxjerr pislikun. Edhe ndjek e keqja të keqen. E njeriu ka nevojë për dikë që t'i flasi, ta këshilloj, e t'i hapi syt, t'i hapi derën e Allahut xheleshanu, t'i kthehet Zotit, e ta pastroj zemrën dhe shpirtin, e të kthehet në rrugë mbar. Elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur momenti që zemrat e atyre të cilët besojnë Allahun të dridhen nga frika prej Allahut xheleshanu, t'i thonë jo të keqës, të largohen nga gjunafet edhe mëkatet, edhe t'i binden Allahut xheleshanu, edhe të bëhen njerëz të mirë dhe të mbar, të bëhen njerëz pozitiv aty te familja vet, te rrethi vet shoqëror, kudo që janë të rrezatojnë mirësi edhe begati. Pashallahu ka ardhur momenti. Pashallahu ka ardhur momenti që nëse kemi diçka të keqe për hatër Zotit ta lejmë. Ka ardhur momenti që neve të ngrihemi më lart në gradën e devotshmërisë, të afrohemi tek Allahu xheleshanu edhe më shumë.